Së pari, Ministria e Mbrojtjes ka publikuar sot edhe deklaratën e përbashkët firmosur më datë 18 mars nga Ministrat e Mbrojtjes së Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në kuadër të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes që ngjalli dhe reagimit e Serbisë dhe të Malit të Zi. Deklarata ka të bëjë me forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje për ruajtjen e paqes, duke përfshirë industrinë e mbrojtjes, veprimet për luftimin e kërcënimeve hibride dhe mbështetjen për integrimet euroatlantike. Në deklarat janë identifikuar 4 pika, nga investimet e bashkëpunimi për blerjen e kapaciteteve mbrojtëse, shkëmbim të informacioneve të inteligjencës për të parandaluar, zbuluar dhe reaguar në mënyrë efektive kundër sfidave që hasin vendet përkatëse. Po kështu, parashikon kjo marrëveshje bashkëpunimi trajnimet e bashkëpunimit në edukimin ushtarak si dhe mbështetjet Kosovës për perspektivën e saj në NATO. Vlen për të theksuar se deklaratat 18 marsit është firmosur nga Ministrat e Mbrojtjes Piro Vëngu, Ministri i Kosovës, Ejup Maqedonci dhe Ministri Kroat Ivan Anušić. Një ditë më parë, Mali i Zi deklaroi se nuk është e ftuar që të bëjë pjesë e deklaratës për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërkohë presidenti Ser Vučić tha se me nënshkrimin e deklaratës në fushën e mbrojtjes, Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë hapur një garë armatimi në rajon dhe kanë shkelur marrëveshjen nën rajonalet vitit 96. Ministri i punëve të Ministri i mbrojtjes, pra Piro Vëngu, po ashtu ka pasur një reagim duke theksuar dhe zbuluar se Serbia pezulloi vetë konsultimet shumë palçe, është e kotë çdo narrativ viktimizuese. Marrëveshja për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim i natyrshëm mes 3 shtetesh sovrane, ka theksuar ndër të tjera Ministri ynë i Mbrojtjes Piro Vëngu. Ministri në saj, Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjesh ose traktatesh të fshehta në dëm të fqinjve, siç e kanë pasur shtetet tjera, theksoi ndër të tjera zoti Vëngu.